Kandidati PDK-s për kryetar të komunës nga PDK Shaqiri Totaj, bartësi i listës Kujtim Gashi, si dhe kandidat që garojnë për kuvendar të shtunën brama ishin në lagjen Kurilla, ku objekti i shkollës në këtë lagje ishte stërmbushur me energji dhe besimin e palëkundur të qytetarëve për të dhënë përkrahjen e fuqishme për fitoren e madhe më 12 tetor. Pikërisht ia rikthyen shkëlqimin. Njëjtë po veprojmë edhe me Kurillën, tha kandidati për kryetar Shaqiri Totaj. Të nderuar të praneshëm, ju po e vreni që na nuk mirëm shumë me kundër kandidat edhe me parti tjera. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Performanca jonë, përparësitë tona, koncepti ynë janë të mjaftueshme që na mi realizu objektivat tona përsa i përket numrit votave, edhe nuk kemi nevojë fort më marrë me dobësitë kundër kandidatëve tjerë, sepse përparësitë tona, puna jonë, kvalitetet tona, një listë e jonja garuse, e cila ka përvoj, ka profesionalizëm, edhe ka energji potencial. Gjitha këto janë argumente që neve na mundsojnë që me një vetën komod dhe mos me pas hiç fare nevojë mu marrë me ta. Ne nuk përdorim gjuhë tashpër, nuk e shajmë kërkon, i reklamojmë apo i afirmojmë vlerat tona, edhe kjo është varianta, edhe kjo është metoda më e mirë, e cila jam shumë i sigurt që përveç se do të na mundson me fitu, do të krijon një standard të ri se çysh duhet mos sjell politikë. Edhe na këto po e demonstrojmë me fjalë. Na këto po e demonstrojmë jo me fjalë, po e demonstrojmë me vepra, edhe një kompliment më ia dhon Kurillës. Keni kontribu jo të barazia gjinore, po të diskriminimi i burrave, se kretë gra kandidatë. Po, sinqerisht, është një shembull shumë i mirë se jo që janë 4 kandidate, po secila me profilin e vetë e bjen një vlerë, shtesë, që i kontribon ripozicionimit PDK-s, se padash mu keq kuptu, kujta e din, neve përpara na kanë thonë partia katonare, po ta s'po na thonë. Tash mo nuk jemi katonar, se po ngojmë rock and roll. Të nderuar të praneshëm, ai elementi kryesor që i lëviz gjanat përpara është qasja proaktive. Do me thonë, mos më prit, me ndodhë diçka, e pastaj më reagu, po me bë veprime përmes të cilave e përcakton drejtimin e lëvizjes. Se çajo qasje proaktive, edhe kjo energji pozitive, definitivisht janë vlerat që nuk i konvret të partitë tjera. Prandaj du me ju falenderoj për këtë energji edhe këtë pozitivitet që e keni prunë të këto, edhe është një fjalë që thotë na prifte marë. Kurse me këtë rast të bartësi i listës Kujtim Gashi para të pranishmëve edhe njëherë falenderoj të pranishmit. Të transformimit të qytetit Prizrenit dhe punëve të mira që në bënë këto. Na kem disa kandidate shumë të mira që përgarojnë listën tonë zgjedhore. Fakt lista jonë është prej 25 kandidatëve, se cëllë më e mirë se shoqi, një listë e kombinu me shumë mirë, të cilën ka ditë mas miri të dizajnon kryetari Shaqiri Totaj, një listë që ka edhe energji të re, ka kandidat e kandidate pashtu të reja edhe me mendësi edhe me mosh, prandaj ky është ekipi i cili garanton fitore dhe ky është ekipi i cili do ta mbështet kryetarin e komunës në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Kurse edhe kandidatët e kësaj lagje që kësaj here janë 5 kandidat, para të pranishmëve thanë se do të jenë zëri i fuqishëm në asamble. Fitoria është e pashmangshme, sepse është ndërtuar mbi punën konkrete dhe rezultate të prekshme në çdo lagje e fshatë të komunës. Kandidati Totaj me këtë rast kërkoi që kësaj here vetëm të vlerësohen. Unë si kuvendare, gati të gjitha kërkesat kam ngritur si çështje duke protokolluar dhe ngritur në zërin në kuvend.
Faleminderit ekzekutivit dhe kryetarit për një bashkëpunim të mrekullueshëm duke marrë parasysh kërkesa si nevojë, pastrimi kanalizimeve dhe shaltet, vendosja e gypave për ujërat atmosferike në rrugën Paridin Hoti, shtrimi i rrugës me asfalt deri në ITP, ku edhe ka lehtësuar qarkullimin e automjeteve dhe të qytetarëve të Prizrenit. Rrugës duke ardhur thash me vete të përmend disa nga projektet e kryetarit Shaqir Totaj dhe bashkëpunëtorëve të tij gjatë këtyre 4 viteve. Por thënë drejtën, nuk mundja ti ndaja njëra prej tjetrës, ose ti veçoja, sepse secila prej tyre kishte rëndësinë e vet, edhe peshën e vet. Dhe prandaj them no comment. Në kuptimin më të mirë, do të thotë pozitiv, edhe si një kompliment të plot për qytetin e Prizrenit, për qeverisjen e cila ka qenë aktuale, do të thotë këto 4 vite. Ndonjëherë mprehësia me llafe, mendoj që është e kotë, pa punë. Kjo vlen për oponentët tanë politik. Por mprehësia e vërtetë dhe e një mend qëndron te puna konkrete, te përgjegjësia të cilën e bart kryetari Totaj dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij. Dhe këtë uroj që edhe 4 vitet e ardhshme ta dëshmojmë edhe një herë. Punë të mira për Prizrenin. Arsyeja pse unë jam sërish në këtë garë është pikërisht kryetari Shaqir Totaj. Punët e tij, vizioni dhe përkushtimi i tij për Prizrenin më ka bindur që të kthehem përsëri dhe ta kthej karrierën time politike pranë tij dhe të jap kontributin tim për qytetin që e dua shumë. Duke mos dashur të zgjas më tepër, unë si farmaciste gjithmonë pacientëve u tregoj se çdo terapi mund të zaventohet me një tjetër. Mirëpo sonte dua t'ju them me bindje të plotë se kryetari Shaqir Totaj nuk ka zavencim. Kemi qenë pranë shtresave sociale, kemi qenë pranë secilit qytetar për 4 vite. Këto punë kanë qenë punë të jashtëzakonshme. Sot ne kërkojmë vlerësim, por kërkojmë besim për 4 vite të ardhshme për ta çuar vizionin e kryetarit akoma më lart. Këto çfarë po më kujtohet është një fjalë e kryetarit që më ka thënë vazhdimisht. Dhe më kujtohet gjithmonë kur flas në audienca. Njerëzit e mëdhenj flasin për vizion, për ide, për zhvillim. Njerëzit mesatar flasin për ngjarje ditore, kurse njerëzit e vegjël flasin për njëri tjetrin. Prandaj kështu janë ata. Kështu janë ata. Ky është dallimi ynë dhe i atyre. Ne punojmë, kemi vizion të qartë për zhvillim, kemi vizion të qartë se si këtë qytet ta bëjmë qytet më të mirë për të gjithë ne, kurse ata flasin për ne. Edhe kur kanë qenë në pozitë, nuk kanë ditë të menaxhojnë me qytetin. E disa prej tyre që po flasin, veç fjalë kanë pas gjithmonë, sa as mundësinë me qeverisë nuk kanë pas. Fitoria është e pashmangshme sepse është ndërtuar mbi punën konkrete dhe rezultate të prekshme në çdo lagje e fshat të komunës. Kandidati Totaj në këtë rast kërkoi që kësaj here vetëm të vlerësohen.